Mbrëmjen e djeshme ka pasur një moment mjaft të sikletshëm teksa një prej banorëve në Big Brother, Mali, nuk ka planuar që të takojë babain e tij. Për të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur nga Kosova, Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Faton, mund na thoni pak se çfarë ka ndodhur realisht dhe se ne dim që babai i Malit është i martuar ose ka qenë i martuar me këngëtaren e njohur nga Kosova, Violeta Kukaj. A mund na thoni çfarë ka ndodhur realisht? Patjetër, kjo është një prej historive, një dramë, po themi shqiptare, me këngëtaren Violeta Kukaj Redkoceri, e cila ka qenë e martuar dhe që për disa vite që dikush është 8 vite diku është ndarë tashmë nga burri për shkak se sipas saj gjithmonë ka pasur kërcënime, ka pasur rroje. Violeta ka hapur edhe rast në polici për shkak të dhunës që pretenduar ndaj saj, derisa ish burri i saj bashkë me motrat e saj e ka padit në gjykat Violetën se gjaja ajo ka arritur që ta marrë gjithë pasurinë e ish burrit, pra ka përvecu gjithë pasurinë e ish burrit duke i marrë kështu edhe fëmijë, 2 djemt, nëse unë zgaboj, pra i ka 2 djemt, Malin edhe një tjetër i cili tashmë nuk kanë kontakt me ish babai, sidomos Mali, për shkak se është pozicionuar krah nënës Violetës, për shkak se i lidh edhe profesionin e njëjtë. Pra, është një histori shumë, si thua, një konglomerat ngjarjesh që brenda kësaj drame familjare që ka arritur deri aty sa të shkohet rasti edhe në gjykat. Pra, familja e ish bashkëshortit, pra respektivisht ish bashkëshorti Violeta Kukajt e ka angazhuar avokatën e njohur, pra Eni Çobani, si përfaqësuese të tyre ligjore, me pretendimin që Violeta ka marrë gjithë pasurinë e ish burrit, se ajo gjithmonë sipas tyre Violeta ka arritur pra të përveçoj këtë pasuri në mënyrë me mashtrim, sepse Violeta ka shkuar në spital ku e ka dërguar burrin e saj gjaja për të çmendur dhe ka marrë një vërtetim që ai nuk është mirë mentalisht, edhe në këtë kuptim e ka përvecu pronën e ish burrit edhe pastaj është ndarë. Këto janë pra pretendimet e familjarëve të ish bashkëshortit të Violetës, derisa Violeta i ka mohuar këto akuza duke thënë që ish edhe përveç burrit edhe ish konatat e saj, pra motrat e ish burrit i kanë bërë presion të madh. Pra është një dramë familjare me ngjarjen që kulmoi mbrëm, me Malin që nuk pranoi të atakojë babain sepse gjithmonë sipas tij nuk është momentalisht i gatshëm për ta bërë një gjë të tillë, mirë po do ta bëj në momentin kur ai ndihet i gatshëm dhe nuk do ta bëj para kamerave, thjesht pra sepse gjithmonë sipas Malit ai nuk dëshiron këtë histori familjare ta përdor për të qëndruar brenda shtëpisë Big Brother. Në fakt, Faton ka pasur edhe një intervistë ditën e sotme të babait të Malit, i cili deklaron që në fakt unë kam qenë ai që e kam bërë Violetën, ka ardhur shumë e varfër tek unë, ka qenë e dobët, unë e kam futur në muzikë, dhe duket sikur çdo, po themi, merit të sukses ose sukses të Violetës e merr babai i Malit. Në fakt, si është e vërteta? Tashmë Violeta me bashkëshortin e saj janë njohur qysh moshën kur i ka pas Violeta 12 vjeçe. E dim që Violeta vjen nga një fshat i Drenicës, që realisht nuk ose kanë qenë edhe të pasur, mirë po burri i saj ka pas prona, ka pas pasuri, kjo është e vërteta. Tashmë mirë po besoj unë që kur përfundon një histori dashurie, këto gjëra të tjera pastaj gjykimin tim janë të panevojshme, sepse secili jep çfarë ka, tash nuk mund ta akuzojmë Violetën pse ka qenë e varfër, ose sepse ish burri i saj e ka ndihmuar, pra financiarisht ose për të ngritur karrierën, se tek e fundit obligimi çdo burri është për ta bërë më të mirën e mundshme për gruan e tij ose anasjelltas. Kështu që këto janë thjesht tregime, gjykimin tim pa nevojshme. Ajo që është substanciale në gjithë këtë histori është që ish fëmijët pra të takojnë të dy prindrit, sepse pavarësisht
se prindrit mund të mos qëndrojnë me njërin ose me tjetrin, fëmijët janë të përbashkët edhe asnjëri prind nuk duhet me ndjell urrëtie karshi tjetrit tek fëmijët. Dhe në këtë mënyrë kjo edhe ka ndikuar që të largohet, sepse Violeta ka akuzuar në prani të malit e ka akuzuar ish bashkëshortin e saj dhe ka ndjell një lloj urrëtie tek mali ndaj babait të tij dhe në këtë mënyrë ka ndodhur ky largim edhe kjo ftoje e marrëdhënieve babë dhe bir. Edhe kjo është mendësi shqiptare që unë besoj që nuk është fare as produktive, as nuk do duhet ishte si e tillë dhe besoj që të dy prindrit kur ndahen nuk duhet të flasin para fëmijëve me urrëtie për njërin ose për tjetrin, se në momentin që mbaron një histori, tashmë çdo gjë i takon të kaluarës. Por duhet të theksuar këtu që beteja është në gjykatë, pra vazhdon një betejë ligjore. Violeta akuzon pra ish burrin për dhunë dhe sipas saj në këtë histori të dhune fizike dhe psikike janë përfshirë edhe motrat e ish burrit. Tashmë derisa ish burri i saj akuzon Violetën pra për pretendimet që i ceka më herët që ajo me mashtrime ka arritur të përveçoj pasurinë e saj edhe ka ardhur varfër siç e thatë edhe jo në momentin që sipas tyre ajo është bërë e pasur, ka arrit ta përveçoj pasurinë, ka arrit të marrë edhe fëmijët dhe tashmë sipas tyre kjo është komplet e padrejtë sepse pasuria nuk do duhet i takonte tëra Violetës për shkak se ajo ka qenë ish burrit saj dhe normalisht duhet ndodh sipas anës ligjore, pra të dy parë të kenë akses në pasurinë e përbashkët të tyre. Faton, kam dëgjuar një pretendim të Eni Çobanit që siç e the dhe ti është avokatja e babait të malit, e cila thoshte që në fakt pasuria i është marrë duke e mashtruar pasi në gjendje shumë të rënduar dhe po themi në gjendje gati shumë jo koshiente, ka qenë për një kohë edhe në spital siç deklaroi ajo, duke theksuar që pastaj i kanë vajtur tek noteri dhe i kanë marrë pasurinë. A kemi në dieni në çfarë po themi procesi është gjyqi dhe për çfarë po luftojnë palët në fakt? Luftojnë pra pikërisht për këtë, për pasurinë, pra familja e ish bashkëshortit të Violetës me Eni Çobanin krye pretendojnë që këtë pasuri ta rikthejnë pra te ish bashkëshorti për shkak se ajo është marrë në një gjendje të rënduar psikike kur ai sipas tyre nga presioni i madh që ishte bërë nga këngëtarja kishte arritur deri aty sa shkonte në spital dhe aty është marrë firma pra nënshkrimi për tejkalimin e gjithë kompetencave dhe gjithë pasurive në emër të Violetës dhe këtë sipas tyre Violeta e ka shfrytzuar dhe duke u largu pastaj duke e lënë si thua me xhepa bësh. Në anën tjetër Violeta këtu i mohon duke thënë që pasuria thjesht i takon kjo pasuri që është i takon pra Violetës për shkak se sipas tyre këngëtarja me një karrierë të bëjshme ka arritur mbi një karrierë diku mbi 40 vjeçare ka arritur pra ta fitojë atë pasuri dhe normalisht që i takon. Pra këto janë pra pretendimet, ndërsa kjo është një paditë civile e cila realisht në gjykatat e Kosovës merr shumë kohë për shkak se gjykatat këto janë të stërmbushur me lëndët dhe marrin realisht një kohë gjatë, 7 deri në 10 vjet. Kështu që unë pres që ky proces mos kryhet shpejt për shkak se kështu shkojnë tek ne punët, por mbetet për të parë në përfundim ose gjatë zhvillimit të procesit, po sigurisht në përfundim të këtij procesi se cili do të jetë verdikti, pra se cila parë i ka si thua argumentet më të forta para gjykatës. Kështu që mbesim në pritje të këtij procesi i cili nuk dihet realisht se kur do të fillojë, varet prej gjykatës, prej gjykatësit kur vjen lënda në duart e tij, sepse varet pra kur i vjen si thua radha e lëndës për të gjykuar.
Faton, duke parë se ju e keni ndjekur dhe historinë, duke parë gjithë konfliktet që kanë pasur palët dhe distancën e madhe që kanë, a besoni që në një të ardhme mund të ketë një bashkim, pasur parasysh dhe kërkesën e vazhdueshme të babait të Malit? Baboi i Malit ish bashkëruar i këngëtorës vazhdimisht ka shprehur se tuaj dëshirën për të bashkuar sipas tij për hir të fëmijëve, për t'i pasur afër, sepse thënë drejtën ai ka qenë një prind jashtëzakonisht shembullor, duke kujdesur shumë për fëmijët e tij, sidomos për Malin, dhe ai si thua ndjehet në një gjendje jo të mirë emocionale pasi gjithatë kontribut që e ka dhënë për fëmijët e tij tashmë të mos ketë kontakt, ai e ka bërë këtë jo për Violetën, sa për si mundësi për qëndruar afër fëmijëve të tij, se pasi dihet që Violeta bashkë me pasurinë i ka marrë fëmijët, kështu që më tepër se pasurinë, ai dëshirën e tij të madhe ka që të jetë afër fëmijëve të tij, kur di kihet parasysh që edhe me shëndet nuk është mirë ai, pra është në një gjendje jashtëzakonisht me shëndet fizik jo të mirë, kështu që dëshiron që këtë kohë sa i ka mbetur në jetë ta kaloj pranë fëmijëve të tij, dhe kjo është dëshira e tij e madhe, prandaj edhe bëri një hap jashtëzakonisht të guximshëm në reality show Big Brother, ku kërkoi me dëshirë dhe me çdo kusht, po them, që të takoj birin e tij, por kjo nuk ju mundsua sepse Mali sipas tij nuk dëshiron që këtë ta përdor si atu për të rritur klikimet ose për të rritur pëlqyeshmërinë e publikut, sepse Mali sipas tij dëshiron të jetë që publiku ta votojë për atë që është, jo për shkak të historisë së tij ose për një lloj viktimizimi. Dhe në gjykimin tim kjo tregon një lloj krenarie dhe një lloj dinjiteti të Malit në këtë rast. Por unë do t'i bëja thirrje Malit që ta takon te babain e tij, nëse jo në Big Brother, por sapo del ta takoj, sepse askush nuk i bëhet baba, dhe sido që t'jetë prindi, pra babai është baba, dhe kështu që ai e ka rrit dhe ka bërë gjithë ato sakrifica për ta bërë Malin këtë që është sot. Faton, faleminderit shumë për intervistën dhe të uroj punë të mbar. Faleminderit e juve.